Ata e mësu që i Kosova me ju qu lejtarë edhe i kanë morë shumë letë. Unë mendoj që federata ka njerëz shumë të mëshëm brenda për brenda të edhe nuk do të thotë me marrë veç trener veç jashtë, se ka trener edhe të vendorë të suksesshëm edhe sepse kanë vendosin ata kënd do të ma marrin, është çështje e tyre, por një problem të Shqipënia, kushdo që do të vjen, një problem do ta kenë ata nuk merrani kohë shumë të shkurt, sepse ata e mësu që i Kosova me ju qu lejtarë edhe i kanë morë shumë letë. Tani me suksesin e Kosovës ata nuk mund me morë lejtarë. Nëse i kthehemi si suksesit të Shqipënisë që ka pas, në asnjë përbërje nuk e ka pasur si konë 5-6 kosovarë. Edhe tash janë. E tash kjo mosha e shtyme e lejtarëve të cilët kanë me kalu, uroj që ata të kenë lejtarë të ri, po nuk po shoh që në lejtarë të ri që po vinë sikur të na për momentin tash. Për shembull, kombëtarja e Kosovës ka diçka tjetër për momentin, sepse ka lejtarë të ri, lejtarë që po luajnë për ekipet tyre, po janë lejtarë me moshë të ri. Në fakt, ne kemi Muçin edhe Anis Mehmetin që shkelqejnë tek ekipet e tyre, por shpesh nuk ftohen edhe nuk aktivizohen. Domthonë kjo është problemi, po unë mendoj që Shqipënia prapë do të jetë kombëtare fort. Unë nuk e di se cili ka mendimin e vet, ata e dinë më së miri, po nuk mendoj që Silvino duhet më shkarkua. Po burra duhet Për çka do më shkarku Silvino ka dhënë mua? Faruku a bën drejt veç ka dështu. Çka ka dështu? Për kualifikim botëror. Ka qenë botëror, por çka më bëu trajneri më shumë kur në çën evropian e lavdum. Tash çka më bëu trajneri më shumë se ka bëu Koloni Silvino. Me pas 10 vite aty punë. Faruku e tha shumë mirë. Silvino më jep diçka më shumë për Unë nuk e di më jep, vetë po tregoj. Çka do të bëu Silvino më shumë Polonisë me fitu lojën Poloni? Faruku e tha shumë mirë, ata hollin e madh do të më çoh se ka do i morin ajo në mosh mesatare, sa tham 28-29. Hollën e madhe kanë ku do i morin lejtar tash. Ka do i morin. A di sa është drejt Shqipënia me Albert Hoxhën, me Milin Dakun, kur i ka morë shtrit. Ylber Ramadani. Ylber Ramadani. Ja, ka qenë denot më herë. Të funit kanë qenë këta. Ku do i morin valla? Ata lejtarët kosovar nuk do të më gjiku se ku shkojnë. Ku të shkojnë për mua është njësoj. Si Kosovë, si Shqipëri, për mua është njësoj. Po secili ka qef, tash secili kosovar ka qef me luajtur për Kosovën, sepse sukseset e Kosovës se e tish paranu, e tish shku Kosova, kualifiku në botëror, të kisha të reguan. Edhe ata të Shqipërisë kishin pas qef me ortëna. Unë personalisht mendoj që po jo Duro, Faruk, se po shoh shumë xhelozin ndaj Durës. Po jo. Rregullisht Duro, ata e vlerësojnë, njojnë Durën më mirë se na ata që punojnë në federatë. Shqipënisë. Shumë më mirë se ne e njojnë. Sepse ka dhënë kontribut për kombëtarën e shqiptarëve aty, ata. Por ti e thua që edhe trajneri i Malit të Zi po more ka secilit që ata e vlerësojnë, që do të jap që është i nevojshëm edhe është i kapshëm, është okay për mua s'ka kurrë. Po unë po them pse mu hik Silvino po them.